Letra e drejtuar Romakëve. Kapitulli 1. Adresë. Pali shërbëtori i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, veçanërisht i caktuar për të kumtuar ungjillin e hyjit, të cilin hyji e kishte premtuar qysh më parë me anë të profetëve të vet në shkrimet e shenjta mbi birin e vet, i cili është përkah trupi, pasardhës i Davidit, por i dëftuar për birin e hyjit me të gjitha pushtetet me anë të shpirtit të shenjtërisë, mbas ngjalljes prej të vdekurve, mbi Jezu Krishtin, Zotin ton, në për të cilin ne morëm hirin të jemi apostuj, që në nder të emrit të tij, t'i bijem në dëgjes të fesë të gjithë paganat, ndër të cilët jeni edhe ju të grishur prej Jezu Krishtit, të gjithëve në Rom, të dashurve të hyjit, të grishurve, shenjtërve, hire paqe prej hyjit atit ton dhe prej Jezu Krishtit Zot. Falënderim dhe lutje, dëshira e Palit të vizitojë Romën. Më së pari e falenderoj hyjin tim me anë të Jezu Krishtit për të gjithë ju, pse po përhapet në botën mbar një zë i mirë për fen tuaj. Vërtet, dëshmitare kam hyjin, të cilit i shërbej me gjithë shpirt duke shpallur ungjillin e birit të tij, se vazhdimisht ju kujtoj gjithmonë, duke kërkuar në urat pandar ta kem dikur fatin, si mbas vullnetit të tij, të vi një ditë ndër ju. Për të vërtet kam dëshirë të madhe t'ju shoh për t'ju dhënë ndonjë dhuratë shpirtërore që të forcoheni, ose më mirë, që së bashku me ju dhe ndër ju, edhe unë të nxehem në fen që e kemi të përbashkët, tuajën e timen. Vëllezër, dëshiroj ta dini se shumë herë kam dashur të vi ndër ju, por deri tash qesh i penguar që të mbledh ndonjë fryt edhe ndër ju sikurse në popujt tjerë pagan. E ndjej veten të detyruar kundrejt grekëve barbarëve, kundrejt të përparuarve, kundrejt të prapambeturve. Këndej pra, dëshira ime t'ju shpall ungjillin edhe juve në Rom. Parashtrimi i tezës. Për të vërtetë, mua nuk më vjen turp prej ungjillit, sepse ungjilli është fuqia e hyjit për shëlbimin e atij që beson. Më së pari për judeun, e mandej për grekun. E një mend në të zbulohet drejtësia e hyjit me anë të fesë e për fen, sikurse është në shkrimin shenjt. I drejti do t'jetoj prej fesë. Gjykimi tashmë i kryer. Hidhërimi i hyjit vërtet zbulohet nga qielli kundër çdo mbrapshtie e padrejtësie të njerëzve, të cilët me padrejtësi se lën të veprojë e vërteta. E pra, çka mund të dihet për hyjin, njerëzit e kanë të qartë. Vetë hyjua ka zbuluar. E në të vërtet, për krymerit e tia të papashme, pushteti i tij amshuar dhe hyjnia, atje që prej krijimit të botës, mund të shihen me anë të mendjes në saje të veprave të tija, prandaj nuk kanë se si të arsyetohen. Sepse, edhe pse e njohën hyjin, nuk ja dhanë nderimin e duhur as falenderimin ashtu si i përket hyjit, por përkundrazi, tretën në arsyetime të zbrasta të veta e kështu u errësua zemra e tyre e pa kuptim. Duke dashur ta tregojnë veten për të mençëm, u bën të marr dhe ndërruan lavdinë e hyjit të pashkatrueshëm me idhuj, piktura që paraqesin njeriun e shkatrueshëm, shpendët, shtazët katërkëmshë e zvarranikët. Prandaj edhe hyji lejoi të bien, sipas prirjeve të zemrës së tyre, në fillikshti e kështu ata vete që nderojnë trupin e vet. Ata ndëruan hyjin e vërtet me idhuj, nderuan dhe u shërbyen krijesave në vend të krijuesit, i cili është i bekuar në amshim. Amen. Për këtë arsye hyji lejoi të poshtërohen me veste çnderuese, femrat e tyre shndruan marrëdhëniet natyrore me ato kundër natyrës, po kështu dhe meshkujt, duke lënë marrëdhëniet natyrore me femrën, u dogjen në prirje të dyta njëri kundrejt tjetrit. Kështu, meshkujt me meshkuj, bëjnë fillikshti e në trup të vet marrin pagën e kopshme të merituar të gabimit të vet. Mbasi e çmuan se për ta nuk vlen të jetojnë si mëson hyji, vetë hyji lejoi që ta ndjekin mendjen e tyre të prishur, e kështu të bëjnë çka nuk u ka hije, plot me çdo lloj padrejtësie, zemërkeqësie, lakmimi, shpirtlikësie,
plot smir, vrasje, grindje, tradhti, plot qëllime të këqija, spijun, shpifës, urrejtës të hyjit, faqezez, krenar, madhështor, hartues të këqijash, të padëgjueshëm ndaj prindërve, të çmendur, të pabes, të padhimshëm, pamëshirshëm. Edhe pse e din urdhëresën e hyjit se ata që i bëjnë këto vepra meritojnë vdekjen, ata jo vetëm që vazhdojnë t'i bëjnë veprat e tilla, por madje edhe i miratojnë me plot pëlqim ata që i bëjnë këto. Kapitulli 2. Askush mund të ruhet nga hidhërimi hyjnor. Prandaj, nuk do të kesh si të arsyetohesh o njeri kushdo të jesh që gjykon tjetrin, sepse duke gjykuar tjetrin dënon vetveten, mbasi ti që gjykon i bën të njëjtat gjëra. Dhe ne mirë e dim, gjykimi i hyjit zbatohet simbas të vërtetës kundër atyre që bëjnë vepra të tilla. A të thot mendja, o njeri, ti që gjykon ata që bëjnë vepra të tilla, se do t'i shpëtosh gjyqit të hyjit kurse edhe ti bën të njëjtat veprime? Apo ndoshta bën në asgjë begatinë e mirësisë, të durimit e të bujarisë së hyjit, duke mos u kujtuar se mirësia e tij të thret e të nxit në kthim? Me kryen e qësinë tënde dhe me zemër që nuk mendon të kthehet, ti grumbullon kundër vetes hidhërim për ditën e felgrimit dhe për ditën e dëftimit të gjyqit të drejtë të hyjit, i cili do të shpaguajë secilin sipas veprave të tija, me jetën e pasosur ata që, me qëndres në vepra të mira, kërkojnë lumturinë, nderin dhe pashkatrueshmërinë, ndërsa do të ketë zemërim e përbuzje për ata që me kryen e qësi i kundërshtojnë të vërtetës e i binden pa ullësisë. Çdo njeri që vepron të keqen, do ta mbulojnë vuajtjet e vështirësi, më parë judeun e pastaj grekun, ndërsa secili që vepron të mirën, më parë judeu e pastaj greku, do të ketë lumturi, nder e paqe, sepse hyji nuk i mban kujt krah. E një mend, ata që pa ligj mëkatuan, pa ligj edhe do të birren, e ata që mëkatuan nën ligj, do të gjykohen sipas ligjit, sepse para ligjit nuk janë të drejtë ata që e dëgjojnë ligjin, por ata që e mbajnë ligjin do të jenë të shfaqsuar, sepse paganët që nuk e kanë ligjin, nëse e mbajnë ligjin të drejtuar prej natyrës, ata edhe duke mos pasur ligj, janë vetë ligj për vetvete. Tregojnë se çka urdhëron ligji është e shkruar në zemrat e tyre. Për këtë dëshmon edhe ndërgjegja e tyre, por edhe mendimet e brendshme, të cilat tani i padisin e tani i mbrojnë. Kjo do të dalë në dritë atë ditë, kur sipas ungjillit tim, hyji do të gjykoj me anë të Jezu Krishtit gjithçka është e fshehtë në njerëz. Hebrejt dhe ligji. Nëse pra ti që quhesh jude, që pushon i qetë në ligjin e që mburesh me hyjin, ti që ja nje vullnetin, ti që i mësuar me anë të ligjit ditë dallosh çka është më e mirë, ti që ja ke mbushur mendjen vetes se je udhëheqësi të verbërve, dritë për ata që janë errësirë, edukatorit të padijshmëve, mësues i të vegjëlve, sepse në ligj ke rregullën e dijes së vërtet. E mirë, ti që mëson tjetrin, veten pse nuk e mëson? Ti që predikon të mos vidhet, vet pse vjell? Ti që ndalon kurorthyerjen, vet pse bën kurorthyerje? Ti që urren idhujt, pse plat shkit tempujt? Ti që mburresh me ligjin, pse duke shkelur ligjin fyen hyjin? Për të vërtet, ju jeni sikurse është në shkrimin shenjtë, shkaku që emri im shahet ndër pagan. Rreth prerja, s'po them se s'është e dobishme në qoftë se mban ligjin, por në qoftë se e shkel ligjin, rreth prerja jote bëhet pa rreth prerje. Këndej, në qoftë se i pa rreth prerje mban ligjin, a thua se pa rreth prerje ati nuk vlerësohet rreth prerje? Kështu pra, ai që fizikisht është i pa rreth prerë, por që e zbaton ligjin, do të gjykoj ty që edhe pse ke gërmën e ligjit dhe je i rreth prerë, u bëre shkelës i ligjit, sepse judeu i vërtet nuk është ai që shitet përjashtë si i tillë, si edhe rreth prerja e vërtet nuk është ajo shenja e pashme në mish, por judeu i vërtet është në brendin.
Edhe rreth prerja e vërtet është në zemër, simbas shpirtit e jo simbas germës së ligjit. Lavdia e hebreut të vërtet nuk vjen nga njerëzit, por prej hyjit. Kapitulli 3. A thua është i padrejt hyi? Cila është pra përparësia e judeut? Ose cila është vlera e rreth prerjes? E madhe në çdo pikpamje. Më së pari, atyre u qenë besuar premtimet e hyjit. Po çka të thuat atëherë, në qoftë se disa prej tyre nuk janë mbajtën besën? A thua ndoshta pa besnikëria atyre do ta hedh poshtë besnikërinë e hyjit? Prit e Zot, por duhet të dëftohet, se hyji është besnik e çdo njeri gënjeshtar sikurse është në Shkrimin Shenjtë. Që të jesh i njohur për besnik në fjalë të dhënë, e të dalësh fitues kur të jesh gjykuar. E çka të themin nëse pa besnikëria jote vën në pa drejtësinë e hyjit? A thua është i padrejt hyji kur shfren hidhërimin? Po flas sipas logjikës së njerëzve. Prit e Zot, sepse si atëherë hyji do ta gjykoj botën? E nëse me anë të gënjeshtërësime del në pa e vërteta e hyjit për lavdinë e tij, përse atëherë unë do të gjykohem si fajtor? E atëherë përse të mos bëjmë të keqen që të vijë e mira, si na shpifen disa kinë se ne mësojmë ashtu? Dënimi të tillëve është i drejtë. Askush nuk është i drejtë. Çka atëherë? A kemi farë përparësie? Kur farë? E vërtetuam më parë. Të gjithë, hebrejnë e grek, janë nën pushtetin e mëkatit, sikurse thot Shkrimi I Shenjtë. Nuk ka njeri të drejtë, as vetëm një. Nuk ka njeri të urtë, nuk gjendet asnjë që kërkon hyjin. Të gjithë e lanë rrugën, së bashku u prishën. Askush nuk bën mirë, asnjë nuk gjendet. Fyti I tyre është varri I hapur, me gjuhët e tyre mbjedhin gënjeshtra, nën buzë kanë vrerë shligash. Goja e tyre është plot mallkime e hidhërim. Këmbët u vrapojnë për të derdhur gjak. Rënime e mjerime në ullën e tyre. Udhën e paqes ata nuk e njohin. Frikën e hyjit nuk e kanë parasysh. E ne mirë e dim se gjithçka thot ligji, e thot për ata që janë në ligj, që të mbëshelet çdo gojë e mbar bota të jetë fajtore para hyjit. Prandaj me veprat e ligjit askush do të mund të shfaqsohet para tij, sepse me anë të ligjit vetëm njihet mëkati. Zbulimi I drejtësisë hyjnore. Tani veç pavarësisht nga ligji u dëftua vepra shëlbimtare e hyjit, e dëshmuar prej ligjit e prej profetëve, vepra shëlbimtare e hyjit me anë të fesë në Jezu Krishtin, për të gjithë ata që besojnë pa far dallimi, sepse të gjithë mëkatuan dhe u përjashtuan nga lumturia e hyjit. E me hirin e tij të gjithë e fituan falas drejtësinë, në sajet të shpërblimit që bëri Jezu Krishti. Atë hyje caktoi të jetë në sajet të fesë, flipajtuese me anë të gjakut të vet. Deshi kështu të tregoj drejtësinë e vet, sepse I la pa ndëshkuar mëkatet e mëparshme në kohën e durimit të vet, e në kohën e tashme e dofton drejtësinë e vet, për të qenë I drejtë për të shfaqsuar atë që është në fenë e Jezusit. A ka pra arsye për t'u krenuar? Kurse si, në saje të cilit ligj? Në saje të veprave? Jo, por vetëm në saje të fesë. Sepse ne mendojmë se njeriu shfaqsohet me anë të fesë pa veprat e ligjit. A thua se hyji është vetëm I hebrejve? A nuk është gjithashtu edhe I paganëve? Po, edhe I paganëve. Sepse është vetëm një hyj. Ai do të shfaqsoj të rrethprerët për arsye të fesë të pa rrethprerët me anë të fesë. A zhvleftësojmë me anë të fesë ligjin? Prit e Zot, përkundrazi, e përforcojmë. Kapitulli 4. Shembulli I Abrahamit. Çka të themi se fitoi pra Abrahami, themeluesi I fisit ton? Nëse Abrahami u bë I drejtë në saje të veprave, atëherë ka për çka të mburret, por jo para hyjit. Në të vërtetë, çka thot Shkrimi I Shenjtë? Abrahami besoi hyjit, dhe kjo ju njeh për drejtësi.
Punëtorit nuk i llogaritet rroga si lëmosh, por si detyrë. Përkundrazi, atij që nuk i bën veprat, por beson në atë që shfaqson të shtrembërin, feja e tij i njihet drejtësi. Sikurse edhe Davidi e shpall të lumtur atë njeri, të cilin hyi e bën të drejtë pavarësisht nga veprat. Të lumët ata të cilve u janë falur fajet, të cilve u janë mbuluar mëkatet. Luma i njeri të cilit hyi nuk do t'ja numëroj mëkatin. Kjo lumturi tashti, a u përket vetëm të rrethprerëve apo edhe të parrethprerëve? Themi, pra, feja e Abrahamit ju çmua drejtësi. E si u çmua? Kur ishte i rrethprer apo kur ende nuk ishte i rrethprer? Jo kur ishte i rrethprer, por kur ende ishte i parrethprer. Shenjën e rrethprerjes e mori por si vulën e drejtësisë, të cilën e ftoi me anë të fesë, ende para se të ishte i rrethprer, që të bëhej ati i të gjithë besimtarve, i të parrethprerëve, që edhe feja e tyre t'u çmohej drejtësi, dhe ati i të rrethprerëve, por jo vetëm i atyre që janë të rrethprerë vetëm sipas ligjit, por i atyre që bashkë me këtë edhe jetojnë sipas fesë së Abrahamit, atit ton, kur ende ishte i parrethprer. Premtimet realizohen me anë të fesë. Në të vërtetë, premtimi se Abrahami dhe pasardhësit e tij do ta trashëgojnë botën, nuk ju bë me anë të ndonjë ligji, por me anë të fesë. Dhe një mend, nëse trashëgimtar bëhen sipas ligjit, atëherë feja është e kodë dhe premtimi është i pa far vlere, sepse ligji sjell zemërimin, e ku nuk ka ligj, nuk ka as kundërvajtje. Prandaj, trashëgimtar bëhemi me anë të fesë që në saj të hirit të jetë premtimi i vlerëshëm për të gjithë trashëgimtarët, e jo vetëm për ata nga ligji, por edhe për ata që janë trashëgimtarë në stajet të fesë së Abrahamit, i cili është ati ynë, i të gjithëve, sikurse thot shkrimi i shenjtë, po të bëj atin e shumë popujve. Para atij të cilit i besoi, para hyjit që ngjall të vdekurit dhe grish në jetë atë që nuk është. Duke shpresuar kundër çdo shprese, ai besoi që të bëhet kështu ati i shumë popujve, sipas fjalës, e tillë do të jetë pasardhësia jote. Dhe me fe të palëkundshme, edhe pse afërsisht 100 vjeçar, nuk dyshoi në trupin e vet pothuajse të vdekur, dhe në kraharorin e Sarës, edhe ai pothuajse i vdekur. Nuk dyshoi në premtimin e hyjit, por u forcua me anë të fesë dhe i dha lavdi hyjit plotësisht i bindur se çka i premtoi hyji, ai edhe do ta çojë në vend. Ja pra, përse kjo gjë ju numërua për drejtësi, por nuk ishte shkruar vetëm për të, ju numërua, por se do të na numërohet edhe neve, të cilët besojmë në atë që e ngjalli nga të vdekurit Jezusin, Zotin ton, i cili u flijua për fajet tona dhe u ngjall për shfaqësimin ton. Kapitulli 5. Shfaqësimi pengu i shëlbimit. Të shfaqësuar pra me anë të fesë, jemi në paqe me hyjin nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton, në për të cilin fituam hirin, në të cilin tani jemi dhe me të cilin mburremi, sepse shpresojmë se do të kemi pjesë në lumturinë e hyjit. Madje jo vetëm kaq, ne mburremi edhe për vuajtje, sepse e di mirë se vuajtja sjell qëndresën, qëndresa na bën besnik të sprovuar, e besnikëria e sprovuar sjell shpresën, e shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e hyjit u ndikua në zemrat tona me anë të Shpirtit Shenjtë që na udhërua. Dhe një mend, ndërkohë, kur ne ishim të pa fuqi, Krishti, në kohën e duhur, vdiq për bagëqit. E pra, vështirë do të pranonte kush të vdes për njeri të drejtë, ndoshta për ndonjë njeri të mirë ndokush edhe do të merrte guxim të vdes. Por hyje dëftoi dashurinë e vet kundrejt neve kështu, ndërsa ne ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. E mbasi tani ne jemi të shfaqësuar me anë të gjakut të tij, është më se e sigurt se ai do të na shpëtojë nga dënimi. Pra, në qoftë se u pajtuam me hyjin në sajet të vdekjes së birit të tij, kur ende ishim armiqtë e tij, sa me më shumë arsye, një herë të pajtuar, do të shëlbohemi me anë të jetës së tij. Dhe jo vetëm kaq,
Ne e vëmë mburjen tonë në hyn në sajet Jezu Krishtit Zotit ton, me anë të cilit tani fituam pajtimin. Adami dhe Krishti. Për këtë arsye, sikurse me anë të një njeriu mëkati hyri në botë, e me anë të mëkatit vdekja, dhe kështu vdekja kaloi në të gjithë njerëzit, sepse të gjithë njerëzit mëkatuan. Në të vërtetë edhe para ligjit mëkati ishte në botë, dhe megjithse nuk mund të mbahej për mëkat, pasi ende nuk kishte ligj, prap vdekja mbretëronte qysh prej Adamit e deri te Mojsiu, edhe mbi ata që nuk mëkatuan me mëkat të njëjtë si ai Adamit, i cili është prototipi i atij që do të vinte. Por me dhuratën e hirit nuk ngjau si me mëkat, sepse në qoftë se me mëkatin e një njeriu të vetëm vdiqën të gjithë njerëzit, shumë më tepër u ndikua mbi të gjithë njerëzit hiri i hyjit dhe dhurata e dhënë në hir të një njeriu të vetëm, Jezu Krishtit. E dhurata e hirit ka rrjedhim krejtësisht të ndryshëm nga i mëkatit të një njeriu të vetëm. Gjyqi i shkaktuar prej mëkatit çon në dënim, kurse dhurata e hirit pas shumë mëkatesh jep shfaqësimin. Kështu pra, nëse me anë të mëkatit të një njeriu të vetëm mbretëroi vdekja për shkak të një njeriu të vetëm, me më shumë arsye do të mbretërojnë në jetë ata që marrin begatinë e pamas të hirit e dhuratës së drejtësisë nëpërmjet një të vetmin Jezu Krishtin. Prandaj mëkati i njërit dënim për të gjithë njerëzit, gjithashtu edhe drejtësia e njërit, shfaqësim që u jep jetën të gjithë njerëzve. Vërtet, sikurse me padëgjesën e njërit, mëkatuan të gjithë njerëzit, po ashtu me dëgjesën e njërit, të gjithë njerëzit do të bëhen të drejtë. Ligji erdhi që të shumëzohet mëkati, por se kur u shumëzua mëkati, shumë më i begatshëm u bë hiri, që sikurse mëkati mbretëroi me vdekje, po ashtu hiri të mbretëroi me drejtësi për jetën e pasosur nëpër Jezu Krishtin, Zotin ton. Kapitulli 6. Jeta me Krishtin. Çka pra të themi? Të jetojmë në mëkat që të shumëzohet hiri? Prite Zot. Pasi vdiqëm për ka mëkati, si atëherë të jetojmë në të? Pa nuk e dini se të gjithë sa jemi pagzuar në Jezu Krishtin, jemi pagzuar në vdekjen e tij? Me anë të pagëzimit pra, bashkë me të jemi varrosur në vdekje që, sikurse Krishti u ngjall në lavdinë e Atit prej të vdekurve, po ashtu edhe ne të jetojmë në jetën e re. Pra, pasi jemi krejtësisht të bashkuar me të, me një vdekje të ngjashme me të tijën, me siguri do të bëhemi plotësisht një me të, me përngjasimin e ngjalljes së tij. Le ta kemi parasysh këtë gjë. Njeriu i një vjetër është shkruzuar bashkë me të, që të shkatrohet ky trup i mëkatit, kështu që të mos i robërojmë më mëkatit, sepse i vdekuri është i lirë nga mëkati. E në qoftë se vdiqëm bashkë me Krishtin, besojmë se dhe do të jetojmë bashkë me të, mbasi e dim se Krishti i ngjallur nga të vdekurit nuk vdes më. Vdekja nuk ka më pushtet mbi të. Vdekja e tij që e vdekje një herë për gjithmonë për mëkatin, kurse jeta e tij është jetë për hyjin. Po kështu edhe ju, mbani veten se jeni të vdekur për ka mëkati e të gjallë për hyjin në Jezu Krishtin. Pra, mëkati të mos mbretërojë më në trupin tuaj të vdekshëm që ju t'ju bindeni prirjeve të tija. As mos i vini gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si vegla pa drejtësie, por vini veten në shërbim të hyjit por si të gjallë, të kthyer nga të vdekurit dhe gjymtyrët tuaja bëni vegla drejtësie për hyjin, sepse mëkati s'do të zotrojë më me ju, pasi nuk jeni në ligj, por në ndikimin e hirit. Ti shërbejmë drejtësisë. Çka atëherë? Të mëkatojmë pasi nuk jemi në ligj, por në hir? Prite Zot. Pse? A nuk e dini, në qoftë se e vini veten në shërbim të dikujt për ta dëgjuar si sklever, se jeni sklever të atij që e dëgjoni? Qoftë mëkatit për vdekje, qoftë dëgjesës për drejtësi? Por faleminderës hyjit, ju që më parë qetë robër të mëkatit, tani ju bindët me gjithë zemër rregullës së mësimit që ju që dhënë.
Pra, të liruar nga mëkati u bë tani shërbëtorë të drejtësisë. Po flas në mënyrë njerëzore për arsye të natyrës tuaj të ligësht njerëzore. Sikur se dikur i vini gjymtyrët tuaja në shërbim të flikështisë të shërregullimit që ju çonte në krye ngritje kundër hyjit, ashtu tani vini në shërbim të drejtësisë që të shenjtëroheni. Në të vërtetë, kur ishit robër të mëkatit, ishit të lirë nga drejtësia. E ç'të mirë kishit atëherë? Tani turpëroheni për atë gjendje, sepse fundi i saj është vdekja. Tani, pasi jeni të liruar nga mëkati e u bët shërbëtorët e hyjit, jepni frytet që ju çojnë në shenjtërim, e si rrjedhim është jeta e pasosur. Pra, paga e mëkatit është vdekja, ndërsa jeta e pasosur është dhuratë e hyjit në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Kapitulli 7. I krishteri dhe ligji. Apo ndoshta nuk e dini, o vëllezër, po flas me njerëz që e njohin ligjin, se ligji e detyron njeriu derisa ai është në jetë. Kështu gruaja e martuar është e lidhur me burr prej ligjit derisa ai është gjallë, por po i vdiq burri, është e lirë prej ligjit që e lidhte me burrin. Pra, derisa ta ketë burrin gjallë, po shkoj me ndonjë tjetër do të quhet kurorthyese. Por po që se i vdes burri, është e lirë prej ligjit dhe nuk është kurorthyese nëse martohet me një burr tjetër. Kështu, vëllezërit e mi, edhe ju në sajet të trupit të Krishtit, vdiqët kundrejt ligjit që t'i përkitni një tjetri, atij që u ngjall nga të vdekurit, që të japim fryte për hyjin. E një mend kur ne ishim ende në sundimin e mishit, prirje të mëkateve, të ngucura nga ligji, veproni në gjymtyrët tona që të jepnim fryte për vdekje. E tani u liruam nga pushteti i ligjit, pasi vdiqën për natyrën e vjetër që na mbante në robëri, kështu që ne shërbejmë një jetë të re të shpirtit shenjtë, e jo më në jetën e vjetër të shkronjës. Roli i ligjit në të kaluarën. Çka atëherë të themi? Së është ligji mëkat? Mos, o Zot. Por se për mëkat nuk dita përveç se në për ligj, sepse nuk do të dija për prirje të keqe po të mos kishte thënë ligji, mos lakmo. E mëkati, duke marrë rastin me anë të urdhrit, lindi në mua çdo lloj lakmimi, sepse pa ligj, mëkati është i vdekur. Po unë dikur jetoja pa ligj, por kur erdhi urdhri, unë gjallë mëkati, e unë vdiqa. Kështu pas se urdhri që duhej të më sjellë jetën, më solli vdekjen, sepse mëkati gjeti rastin që, me anë të urdhrit të më gënjej dhe me anë të tij më vrau. Kështu pra ligji është i shenjtë, edhe urdhri është i shenjtë, i drejtë dhe i mirë. Po si atëherë një gjë e mirë për mua u bë vdekje? Kurse si, por se mëkati, duke u shërbyer me një gjë të mirë për t'u treguar mëkat, më shkaktoi vdekjen, që mëkati të bëhet me anë të urdhrit, mëkatar më i madh. Njeriu në dorë të mëkatit. Dhe e dim, ligji është shpirtëror, kurse unë jam qenës trupor i shitur mëkatit si sklav. Dhe vërtet, nuk di çfarë veproj, sepse nuk bëj çka dëshiroj, por përkundrazi, bëj çka urrej. Tash ti, nëse bëj çka nuk kisha dashur, jam në përkim me ligjin dhe pranoj se është i mirë. Atëherë nuk jam unë ai që vepron ashtu, por mëkati që është në mua. Dhe e di se e mira nuk banon në mua, do me thënë, në natyrën time trupore, sepse ta dua të mirën jam i Zoti, por jo edhe të veproj të mirën, pasi nuk e bëj të mirën që dua, por të keqen që nuk e dëshiroj, atë e bëj. Në qoftë pra se bëj atë që unë nuk do të dëshiroja të bëj, kurse si nuk jam ai që bëj atë, por mëkati që banon në mua. Gjej, pra, se është ky ligj. Kur dua të bëj të mirën, më vjen përdoresh e keqja. Në qenjen time të brendshme me kënaqje të plot përkoj me ligjin e hyjit, por se hetoj në gjymtyrët e mia një ligj tjetër,
i cili lufton kundër ligjit të arsyesime dhe më robëron me ligjin e mëkatit që banon në gjymtyrët e mia. Oh, sa njeri i mirë që jam! Kush do të më çliroj nga ky trup që i përket vdekjes? Lavdi hyjit në për Jezu Krishtin, Zotin ton. Prandaj, unë me mendje i shërbej ligjit të hyjit, kurse me trup ligjit të mëkatit. Kapitulli 8. Shpirti i hyjit jep jetën. Nuk ka pra tani kurfar dënimi për ata që janë në Jezu Krishtin. Sepse ligji i Shpirtit Shenjtë që më jep jetën në Jezu Krishtin, më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Vërtet, çka ishte e pamundur për ligjin, sepse natyra e njeriu të bënte të paaft, e bëri hyji. Ai dërgoi birin e vet në gjendjen e trupit të mëkatit, si fli për mëkatin dhe e dënoi mëkatin në trup, në mënyrë që drejtësia që kërkon ligji të plotësohet në ne që nuk jetojmë në ndikimin e trupit, por të Shpirtit Shenjtë. E në të vërtetë, ata që jetojnë në ndikimin e trupit, jepen pas sendeve të trupit, e ata që jetojnë në ndikimin e Shpirtit Shenjtë, jepen pas sendeve shpirtërore. Të bësh çka dëshiron trupi, sjell vdekjen, e të bësh çka dëshiron Shpirti i Shenjtë, sjell jetën e paqen. Sepse prirja e trupit është kundër hyjit, nuk i bindet ligjit të hyjit, madje as nuk mundet. Ata që jetojnë në ndikimin e trupit nuk mund t'i pëlqejnë hyjit. Ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në atë të Shpirtit Shenjtë, në qoftë se Shpirti i hyjit banon në ju. Nëse ndokush nuk e ka shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket atij. E nëse Krishti është në ju, trupi është patjetër i vdekur ndaj mëkatit, e shpirti është jetë ndaj drejtësisë. Nëse shpirti i atij që e ngjalli nga të vdekurit Jezusin banon në ju, atëherë ai që ngjalli Krishtin prej të vdekurve do t'i jap jetë edhe trupit tuaj të vdekshëm, me anë të shpirtit të vet që banon në ju. Këndej, o vëllezër, ne kemi detyrim, por jo kundrejt mishit, që të jetojmë në ndikimin e mishit, sepse në qoftë se jetoni simbas ndikimit të mishit, do të vdisni, por përkundrazi, po çeste i bëni të vdesin veprat e mishit në ndikimin e shpirtit, atëherë do të jetoni. Bitë e hyjit fal shpirtit. Sepse bitë e hyjit janë ata të cilët i udhëheq shpirti i hyjit. Ju veç nuk e keni marrë shpirtin që bën robër në mënyrë që përsëritet rembeni, por keni marrë shpirtin që ju bën bitë adoptimit, në saje të cilit ne thërasim, Aba, o Atë. Veç Shpirti i Shenjtë dëshmon bashkë me shpirtin ton se jemi fëmijët e hyjit. E nëse jemi fëmijë, atëherë jemi dhe trashëgimtar të hyjit e bashkë trashëgimtar me Krishtin, sikurse në të vërtetë vuajmë bashkë me të, që edhe të lavdërohemi bashkë me të. Lumturia do të vijë. Në të vërtetë, unë mendoj se të gjitha vuajtjet e tanishme nuk janë të denja të krahasohen me lumturinë e ardhshme që do të zbulohet në ne. E një mend, edhe vetë krijesa me afshe për të zbulimin e bijve të hyjit. Krijesa në të vërtetë është nënshtruar kotësisë, jo pse do, por për arsye të atij që e nënshtroi, por se një mend në shpresë, sepse edhe vetë krijesa do të lirohet nga skllavërimi i shkatrimit për të pasur pjesë në lirinë dhe lumturinë e bijve të hyjit. Sepse e dim, mbar krijesa xhëmon dhe vuan në dhimbjet e lindjes deri tani. Dhe jo vetëm ajo, por gjithashtu edhe ne, që kemi frytet e para të Shpirtit Shenjtë, xhëmojmë në vetvete duke pritur adoptimin, shpërblimin e trupit ton. Vërtet, kemi qenë shëlbuar për në shpresë, por se shpresa që shihet nuk është shpresë, sepse çka dikush e sheh, si mund ta shpresoj? Nëse pra shpresojmë çka nuk shohim, atë gjë e presim me qëndresë. Kështu pra, edhe Shpirti i Shenjtë na ndihmon në paaftësinë tonë, sepse ne nuk dim as çka të kërkojmë me lutje si duhet, por veç Shpirti i Shenjtë lutet për ne me ofsham të patregueshme. E ai që i njeh zemrat, e di dëshirën e Shpirtit Shenjtë,
se ai lutet për besimtarët ashtu si do hyji. Plani i shëlbimit. Ne e dim se hyji në gjithçka bashkëpunon me ata që e duan, me ata që me vendimin e tij janë të thirrur, sepse ata që kanë njohur që më parë, ata dhe i paracaktoi të jenë të ngjashëm me birin e vet, kështu që biri i tij të jetë vëllai i parë në mes të shumë vëllezërve. Ata që i paracaktoi, ata edhe i grishi, ata që i grishi, ata edhe i shfaqsoi, ata që i shfaqsoi, ata edhe i lavdëroi. Himni i dashurisë së hyjit. Çka pra të themi tjetër lidhur me këtë? Nëse hyji na përkrah, kush do të jetë kundër nesh? Ai as birin e vet nuk e kurseu, por e dorëzoi të flijohet për të gjithë ne. E si atëherë bashkë me të, nuk do të na jap çdo gjë? Kush do t'i padisë të zgjedhurit e hyjit? Hyji shfaqson. Kush do të dënoj? Krishti vdiq, për më tepër edhe u ngjall. Ai qëndron në të djathtën e hyjit. Ai ndërmjetson për ne. Kush do të na ndajë prej dashurisë së Krishtit? Vështirësia, ngushtica, salvimi, uria, zhveshtësia, rreziku, shpata, sikurse është në shkrim shenjtë. Për shkak tënd na vrasin si një ditë për ditë, na çmojnë por si dele të caktuara për t'u prerë. E prapse prap në të gjitha këto jemi më tepër se nga dhënjues, në sajta e atij që na ka dashur. Jam plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as e tashmja, as e ardhmja, as fuqit, as forcat e lartësisë, as ato të humnerës, dhe as një krijesë tjetër, nuk do të mund të na ndajë prej dashurisë së hyjit, që na u dëftua në Jezu Krishtin, Zotin ton. Kapitulli 9. Hyji dhe populli i zgjedhur. Them të vërtetën në Krishtin, nuk rrej. Dëshmitare e kam ndërgjegjen time bashkë me shpirtin shenjtë. Ndjej në zemër një trishtim të madh dhe dhimbje të vazhdueshme. Po, do të dëshiroja unë vetë të isha i mallkuar, i ndarë prej Krishtit, në vend të vëllezërve të mi, në vend të bashkëkombëtarëve të mi, përkatë gjaku. Këta janë izraelitët. Atyre u përket adoptimi, lavdia, beslidhjet, ligji, kulti, premtimet. Të tyre janë edhe patriarkët, prej tyre si njeri është edhe Krishti, i cili është mbi çdo gjë, hyj i bekuar në shekuj. Amen. Por kjo s'do të thotë se fjala e hyjit shkoi hupës, sepse nuk janë izraelit të vërtet të gjithë ata që rrjedhin për Izraelit, po as nuk janë të gjithë fëmijët e Abrahamit, vetëm pse rrjedhin prej tij. Pse u tha, pasardhësit e tu të vërtet do të jenë ata që rrjedhin për Izakut, që do të thotë, nuk janë bijtë e hyjit, ata që lejnë me lindje natyrore, por vetëm bijtë e premtimit numërohen për trashëgimtar. Dhe një mend, ja fjala e premtimit. Në këtë kohë do të vi dhe Sara do të ketë djalin. Madje jo vetëm kaq. Edhe Rebeka mbeti shtatzën me një njeri të vetëm, me Izakun, atin ton, e binjakët ende nuk ishin lindur, pra nuk kishin pasur kur të bëjnë as mirë as keq, por që i pashlyeshëm të mbetej vendimi i zgjedhjes së lirë i hyjit, jo në bazë të veprave, por të vullnetit të atij që thërret, i që thënë, djali i mall do t'i shërbej të voglit, sikur se shkruan, Jakobin e desha, Ezaun e urreva. Hyji nuk është i padrejtë. Çka të themi atëherë? A mos ka padrejtësi te hyji? Mos o Zot, sepse ai thot Mojsiut, do të kem mëshirë për atë që dua të kem mëshirë. Do të kem dhimbje për atë që dua të kem dhimbje. Kështu pra, nuk është puna e atij që do ose atij që sulet, por e hyjit që bën mëshirë, sepse shkrimi i shenjtë i thot faraonit, pikërisht për këtë gjë të ngrita që ta dëftoj në ty fuqinë time, dhe që të shpallet emri im gjithkund mbi mbardheun. Kështu pra, hyji ka mëshirë për atë që do, e bën kokë fort atë që do.
Mëshira e hyjit. Por atëherë do të më thuash, pse ankohet? Kush është ai që mund t'i kundërshtoj vullnetit të tij? O njeri, e kush je ti që do të hysh në ragatje me hyjin? A thua se ena ka të drejtë i thot mjeshtrit, përse më bëre të tillë? Po a thua s'ka të drejtë vorbëtari mbi argjil, që prej të njëjtës balë të punoj një enë për përdorim bujar e një tjetër për përdorim jo bujar? Po çka nëse hyi duke dashur të dëftoj zemërimin dhe të shpall pushtetin e vet, i mbarti me durezë të patregueshme enët e zemërimit, të gatshme për t'i zhdukur, me qëllim që ta bënte të njihej pasuria e lavdisë së tij, kundrejt enëve të mëshirës, të cilat qysh më parë i bëri gati për lumturi, kundrejt nesh, të cilëve na grishi jo vetëm nga hebrejt, por edhe nga paganët? Kështu edhe në librin e Ozeas thot: një popull që s'ka qenë imi, do ta quaj populli im. Komsin që s'ka qenë e dashura ime, do ta quaj e dashura. Po edhe në vend ku u që thënë, ju nuk jeni populli im, do të quhem bitë e hyjit të gjallë. Edhe Isaia shprehet lidhur me Izraelin. Edhe pse bitë e Izraelit do të jenë shumë si rëra e detit, teprica do të shëlbohet, sepse Zoti do ta plotsoj krejtësisht e me gatishmëri fjalën e vet mbi tokë. Isaia ka parafolur edhe kështu: po të mos na e kishte ruajtur Zoti i gjithësisë farën, do t'ishim bërë si Sodoma, Gomorës do t'i kishim për ngjarë. Çka të themi atëherë? Paganët që nuk e kërkuan drejtësinë e fituan drejtësinë, mendoj drejtësinë që vjen prej fesë, ndërsa Izraeli, që kërkon një far ligji që mund të jap drejtësinë, i kaloi për bri. Përse? Sepse drejtësinë nuk e priti prej fesë, por mendonte se do rrjedhte nga veprat. Zunë në thua në gurin e pengesës, sikurse është në shkrim shenjtë. Ja, po vë në Sion gurin e pengesës, dhe qetën në të cilën thyhet qafa, por se ai që të besoj në të, nuk do të turpërohet. Kapitulli 10. Vëllezër, dëshira e zemrës time dhe lutja që ja drejtoj hyjit është që të shëlbohen. Për të vërtet unë dëshmoj për ta, kanë zellë për hyjin, por mjerisht jo në kuptimin e vërtet, sepse duke mos e pranuar drejtësinë që vjen prej hyjit, e duke kërkuar që të vendosin të veten, nuk ju bindën drejtësisë së hyjit, sepse ai që i dha fund ligjit të Mojsiut është Krishti, për shenjtërimin e secilit që beson. Shëlbimi për të gjithë njerëzit. Vërtet, Mojsiu shkruan për drejtësinë që vjen nga ligji. Njeriu që e zbaton do të jetojë në sajet e tij. Kurse drejtësia që vjen nga feja thot kështu: mos thuaj në zemrën tënde, kush do të ngritet në qiell? Do me thënë, për të bërë që të zbres Krishti, as kush do të zbres në nën tokë? Do me thënë, për të bërë që Krishti të ngritet prej të vdekurish. E çka thot, pra? Afër e ke fjalën në gojën tënde dhe në zemrën tënde. Do me thënë, fjalën e fesë që ne predikojmë. Sepse në qoftë se me goje dëshmon se Jezusi është Zot, dhe në qoftë se në zemrën tënde e beson se hyje ka ngjallur prej të vdekurish, do të shëlbohesh. Pra, për të fituar drejtësinë, duhet të besosh në zemër, e për të fituar shëlbimin, duhet ta dëshmosh fen me gojë. Sepse Shkrimi i Shenjtë thot: kush beson në të, nuk do të turpërohet. Kështu pra, nuk ka dallim midis hebreut e grekut, të gjithë kanë vetëm një Zot, të pasur kundrejt atyre që e thërrasin në ndihmë. Sepse kush do ta thërrasë emrin e Zotit, do të shëlbohet. Por si do ta thërrasin atë në të cilin nuk besuan? E si do të besojnë në atë për të cilin nuk dëgjuan? Si do të dëgjojnë nëse ndokush nuk ua predikon? E si do ta predikojnë pa qenë dërguar? Kështu është në shkrim shenjtë. Sa të bukura janë këmbët e atyre që sjedhin si hariç, por të gjithë nuk ju bindën ungjillit. Sepse Isaia thot: O Zot, e kush i besoi predikimit ton? Kështu pra,
Besimi vjen nga predikimi, e predikimi është shpallja e fjalës së Zotit. Atëherë pyes, a nuk dëgjuan? Po si jo, zëri i tyre mori mbar dheun, e fjalët e tyre arritën deri në skajet e botës. Prap pyes, a thua se Izraeli nuk e kuptoi? I pari tha Mojsiu, unë do t'ju bëj smirëzez me anë të një populli që s'është far populli. Do t'u nguc me anë të një populli të marr. Pastaj Isaia guxon të thotë edhe më tepër, më gjetën ata që nuk më kërkuan. U jam dëftuar atyre që nuk më pyetnin. E këto fjalë ja drejton Izraelit. Gjithë ditën i shtriva duart e mia drejt popullit që nuk dëgjon, por kundërshton. Kapitulli i 11. Teprica e Izraelit. Pra, po pyes, a thua hyje për buzi popullin e vet? Larg qoftë, sepse edhe vet jam Izraelas, nga pasardhësit e Abrahamit, prej fisit të Benjaminit. Hyi nuk e ka refuzuar popullin e vet, të cilin e ka zgjedhur që më parë. Pse a nuk e dini që thot shkrimi shenjtë në atë vend ku Elia jankohet hyjit kundër Izraelit? O Zot, i vran profetët e tu, i rënuan lterët e tu. Unë beta vetëm, po edhe mua kërkojnë të më mbysin. E çka i përgjigji hyi? I lash për vete 7.000 burra, të cilët nuk u gjunjëzuan para Baalit. Kështu edhe në kohën e tanishme është teprica, që hyje zgjolli prej mirësisë së vet. Nëse është në saje të hirit, nuk është sipas veprave. Përndryshe, hiri s'do të ishte më hir. Ç'të themi atëherë? Çka Izraeli kërkon, nuk e fitoi, e fituan vetëm ata që hyi zgjolli. Të tjerët u verbuan, sikurse është në shkrim shenjtë. Hyi u dha shpirtin e molisjes, sy që nuk shohin, veshët që nuk dëgjojnë, madje deri në ditën e sotme. Po edhe Davidi thot, trueza e tyre u bëft për ta kur dhe lak, shkëmbrozimi e ndëshkimi drejt. U verbofshin sysh e mos pafshin, kurrizin e tyre korruse për gjithmonë. Pra, po pyes, a thua u rëzuan për t'u bjerë për amshim? Kurse si, përkundrazi, me rënjën e tyre u erdhi shëlbimi paganëve që hebrejnë të nxiten në zili. Tani, në qoftë se rënja e tyre është fitim për botën, e në qoftë se numri pak i besimtarve prej tyre është fitim për paganët, aq më tepër do t'jetë fitim kur të kthehen të gjithë. E juve o pagan, po ju them, unë si apostull i paganëve do t'jemi lumtur në shërbesën time. Nëse do t'i nxis në xhelozi ata të gjakut tim, e nëse do të mund të shëlboj ndonjë ndër ta, sepse, në qoftë se refuzimi i tyre është pajtim për botën, çka thua do të jetë atëherë pranimi i tyre në fe, në qoftë se jo kalim prej vdekjes në jetë? Ulli i egër dhe ulli i butë. Në qoftë se mielli është i shenjtë është edhe brumi. Në qoftë se rënja është e shenjtë, të shenjta janë edhe degët. E në qoftë se disa degë u thyen, e ti ulli i egër u shartove në vend të tyre, e kështu bëre pjesëtari të mirave të rënjës e të lëngut të ullirit, mos u mburr kundrejt degëve. Po nëse të shkon në mend të mburresh, mos harro se nuk i mbarti rënjën, por rënja ty. Por ti do t'i thuash patjetër, degët u thyen që unë të shartohem. Po, mirë e ke. Ata, pse nuk besuan, u thyen, ti qëndron në saje të fesë. Mos u kreno, por druaj, sepse në qoftë se hyi nuk i kurseu degët natyrore, nuk do të kursej as ty. Vëreje pra mirësinë dhe ashpërsinë e hyjit, ashpërsinë kundrejt të parëve e mirësinë e hyjit kundrejt teje. Nëse madje do të qëndrosh në këtë mirësi, përndryshe, edhe ti do të pritesh. Por edhe ata, nëse nuk do të qëndrojnë në pabesim, do të shartohen. Sepse hyj ka mundësi t'i nxjesë përsëri. Dhe një mend, nëse ti, sipas natyrës ulli i egër,
i prerë dhe jashtë natyrës, u shartove me ulli të butë, sa më lehtë ata që janë të kësaj natyre, do të mund të shartohen në ulli të vetin. Kthimi i popullit të Izraelit. Vëllezër, janë një fshehtësi që dua t'ju njoftoj që të mos e mbani veten për të dishëm. Ngurrimi një pjesë të Izraelit zgjat deri që paganët në përgjithësi të kthehen. Atëherë mbar Izraeli do të shëlbohet sikurse thotë Shkrimi i Shenjtë. Nga Sioni do të vijë çliruesi. Ai do ta largoj pabesimin prej Jakobit. Dhe kjo do të jetë beslidhja ime me ta, kur unë të zhduk fajet e tyre. Në lidhje me Ungjil, ata janë armiq, por për të mirën tuaj, por si popull i zgjedhur, janë të dashur prej hyjit për arsye të etërve, sepse dhuratat dhe grishja e hyjit nuk tërhiqen. Dhe një mend, sikurse ju dikur nuk ju bindët hyjit, e tani, për shkak të padëgjesës së tyre, fituat mëshirën. Ashtu edhe ata tani, për shkak të mëshirës suaj, u bën të padëgjueshëm, në mënyrë që edhe ata ta fitojnë mëshirën. Pra, hyji ka ndryrë të gjithë njerëzit në padëgjesë, që të ketë mëshirë për të gjithë. Himni. O thellësi e pasurisë, e urtisë dhe e dijes së hyjit, sa të pavëzhgueshme janë gjyqjet e tija, sa të pashqyrtueshme janë udhët e tija. E një mend, kush e njohi mendimin e Zotit? Kush ju bë atij këshilltar? Kush i dha atij më parë që të jetë detyrë të kthehet? Sepse gjithçka është prej tij, në për të dhe për të. Qof lavdëruar për gjithmonë e jetës. Amen. Kapitulli i 12. Kulti shpirtëror. Po ju përbej me mëshirën e hyjit, o vëllezër, ta kushtoni trupin tuaj fli të gjallë, të shenjtë e të pëlqyeshme hyjit, por si kultin tuaj shpirtëror. Mos ju përshtatni parimeve të shekullit, por shndërrojeni e ripërtëriteni mendjen tuaj në mënyrë që ta dalloni vullnetin e hyjit, çka është e mirë, çka i pëlqen atij, çka është e përsosur. Përvujtëria dhe dashuria në bashkësinë. Në emër të hirit që më është dhënë, i them secilit prej jush: mos e çmoni veten më tepër se duhet ta çmoni, por vlerësoni veten me vlerësim të drejtë, secili simbas masës së fesë që ja dhuroi hyji. Sepse, sikurse në një trup kemi shumë gjymtyrë, dhe të gjitha gjymtyrët nuk e kanë të njëjtin funksion, kështu edhe ne, edhe pse shumë, jemi një trup i vetëm në Krishtin, e secili nesh, gjymtyre njëri tjetrit, kemi dhurata të ndryshme simbas hirit që na u dha. Në qoftë dhurata e profecisë, le të ushtrohet në përkim me fe. Në qoftë dhurata e shërbimit, le të jetë në shërbim. Në qoftë dhurata e dhënies së mësimeve, le të jap mësime. Në qoftë dhurata e këshillit, le të këshilloj. Kush ndan, le të jetë bujar. Kush është i parë, le të jetë i kujdesshëm. Kush bën vepra mëshire, le t'i bëj me gëzim. Dashuria le të jetë e çiltër. Iknu me urrëtie veprave të këqija e ndiqni veprat e mira. Doni njëri tjetrin me dashuri vllazërore. Prini njëri tjetrin duke nderuar shokun më parë e më tepër. Në kujdesim të tjerëve të jeni të shpejtë, në shpirt të nxehtë, Zotit shërbeni. Në shpresë jeni të gëzueshëm, në vështirësi të durueshëm, në urat të qëndrueshëm. Ndihmoni të krishterët që kanë nevojë. Ushtroni mikpritjen. Dashuria ndaj të gjithëve, edhe ndaj armiqve. Bekoni salvuesit tuaj. Bekoni e mos i nëmni. Gëzohuni me ata që gëzojnë, qani me ata që qajnë. Jini në përkim me njëri tjetrin. Mos dëshironi ndere të larta, përkundrazi, t'ju tërheqin ato të përvujtat.
Mos ja mbushni mendjen vetes se jeni të urtë. As kujt mos ja ktheni të keqen me të keqe. Kini kujdes të bëni mirë para të gjithë njerëzve. Nëse është e mundur, aq sa varet prej jush, jini në paqe me të gjithë njerëzit. Mos u hakmerrni, o të dashur, po lini vend të veproj hidhërimi i hyjit, sepse është në shkrim shenjtë. Mua më përket hakmarrja. Unë do të hakmerrem, thot Zoti. Ti përkundrazi, nëse armiku yt është i uritur, jepi të haj, nëse është i etur, jepi të pi. Po bëre kështu, gacat të ndezura do të grumbulloshin mbi kryet të tij. Mos lejo të munde keqja, por nga dhënie mbi të keqe me vepra të mira. Kapitulli i 13. Nënshtrimi i pushtetit të ligjshëm. Çdo njeri le t'i nënshtrohet autoritetit që ka mbi vete, sepse nuk ka pushtet që nuk vjen prej hyjit, ato që janë i ka vënë hyji. Prandaj ai që i kundërshton pushtetit, i kundërshton rendit të vendosur prej hyjit. Ata që i kundërshtojnë, dënojnë vetveten. Sepse eprorët nuk kanë pse të druhen kur veprohet mirë, por kur veprohet keq. A dëshiron të mos ta druash pushtetin? Bëj të mirën dhe do të fitosh lëvdata prej pushtetit, sepse pushteti është shërbëtori i hyjit për të mirën tënde. Përkundrazi, nëse bën keq, trembu. Nëse mbart kot shpatën. Shërbëtori i hyjit është shfren hidhërimin e hyjit në atë që bën të keqen. Prandaj duhet të nënshtrohemi, jo vetëm për shkak të frikës së ndëshkimit, por edhe për arsye të ndërgjegjes. Por për këtë arsye duhet të paguani edhe tatimet, sepse ata që merren me këtë gjë janë nënpunësit e hyjit. Jepni gjithkujt çka i përket, tatimtarit tatimin, doganierit doganën, atij që është për të druajtur drojën, atij që është për nderim, nderimin. Dashuria, përmbledhje e tërë ligjit. Askujt të mos i keni tjetër detyrim përveç detyrimit që ta doni njëri tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e ka plotësuar ligjin. Sepse mos bëj kurorthyerje, mos vra, mos vidh, mos lakmo. E nëse ka dhe ndonjë tjetër urdhër, është i përfshirë në këto fjalë, duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Dashuria nuk i bën keq të afërmit. Dashuria, pra, është zbatimi i përsosur i ligjit. I krishteri është biri i dritës. Aq më tepër mbasi e dini kohën në të cilën jetojmë. Tashmë është koha të zgjoheni nga gjumi, sepse tash shpëtimin e kemi më afër se kur besuam. Nata ka shkuar në të sosur e dita është afruar. Prandaj, t'i flakim larg veprat e errësirës e të ngjeshemi me armët e dritës. Të ecim me nder, por si ditën, jo në gosti e zdërhadhje, jo në fyllikshti e në shfreni, jo në grindje e në smir, por veshuni me Jezu Krishtin Zot e në kujdes për trup, mos i kënaqni prirjet e ulta. Kapitulli 14. Dashuria ndaj të ligjshtëve. Pranoni në bashkësi atë që s'është mjaft i fortë në fe, por pa e qortuar për mendimet që ka. Dikush mendon se mund të hajë çdo gjë, ndërsa i ligjshti në fe ha vetëm barishte. Ai që ha, mos ta përbuzë atë që nuk ha, por edhe ai që nuk ha, mos ta gjykoj keq atë që ha, sepse hyje ka pranuar për të vetin. Kush je ti që guxon të gjykosh shërbëtorin e tjetrit? Si në qëndroft në këmbë, si në urrëzoft, është puna e zotrisë së tij. Por se do të qëndroj sepse Zoti është i Zotit t'ia çes dorën në mënyrë që të mos rrëzohet. Dikush mendon se një ditë është më e rëndësishme se një tjetër, kurse për një tjetër të gjitha ditët janë njënjëshme. Secili veç të jetë plotësisht i bindur në mendimin e vet.
Ai që e çmon një ditë më të rëndësishme se një tjetër, e bën atë gjë për dashurinë e Zotit, po edhe ai që ha për dashurinë e Zotit ha, sepse i falenderohet hyjit, po edhe ai që nuk ha për dashurinë e Zotit nuk ha dhe i falenderohet hyjit. Në të vërtetë, asnjëri prej nesh nuk jeton për vete dhe asnjëri nuk vdes për vete. E një mend, nëse jetojmë, jetojmë për Zotin, e nëse vdesim, vdesim për Zotin. Në qoftë se jetojmë e në qoftë se vdesim, jemi të Zotit. Për këtë arsye Krishti vdiq dhe u ngjall, që të jetë zotëria i të vdekurve e i të gjallëve. E ti, pse e gjykon vëllain tënd? Pse ti e përbuz vëllain tënd? Të gjithë pra, do të shndrojmë para gjykatores së hyjit, sepse Shkrimi i Shenjtë thotë: Pasha jetën time, thot Zoti, para meje do të përkulet çdo gjuhë dhe çdo gjuhë do ta lëvdoj hyjin. Prandaj, secili prej nesh do t'i jap llogari hyjit për vetvete. Mos i shkandulloni vëllezërit. Prandaj, mos ta gjykojmë më njëri tjetrin, por më mirë të vendosemi që mos t'i bëhemi vëllait rast mëkati ose shkandulli. E di dhe jam plotësisht i bindur në Zotin Jezus. Asnjë send nuk është në vetvete i papastër, por një send është i papastër për atë që e vlerëson për të papastër. Por, nëse për arsye të ngrënies së ndonjë ushqimi trishtohet vëllai yt, ti nuk sidhesh më simbas udhës së dashurisë. Mos e humb me ushqimin tënd atë për të cilin Krishti vdiq. Mos bëni të shahet liria juaj, sepse mbretëria e hyjit nuk është çështje gjelle e pijeje, por është drejtësi, paqe dhe gëzim në shpirtin shenjtë. Kush vërtet i shërben kështu Krishtit, i pëlqen hyjit dhe njerëzit e nderojnë. Prandaj të mundohemi të bëjmë të përparoj paqja, të japim njëri tjetrit shembull të mirë. Mos e prish veprën e hyjit për shkak të ushqimeve. Vërtet, të gjitha ushqimet janë të pastra, por bën keq ai që, duke ngrënë, shkandullon tjetrin. Është mirë të mos hash mish, të mos pish verë, të mos hash ndonjë gjë tjetër që mund ta shkandullojë vëllain tënd. Mbush mendjen tënde, mbaje ti për vete para hyjit. I lumi ai që nuk e dënon vetveten, kur vendos çka duhet zgjedhur, por ai që ha duke dyshuar a është e lejueshme apo jo, e ka dënuar veten, sepse nuk vepron sipas bindjes. Çdo gjë që bëhet pa mbush mendje të fesë, është mëkat. Kapitulli i 15. Ne, që jemi të fortë, e kemi për detyrë të mbartim të metat e të ligshtve e jo të kërkojmë çka neve na pëlqen. Secili prej nesh të mundohet t'i pëlqejë të afërmit të vet për të mirën e tij, që të përparojë në fe, sepse as Krishti nuk kërkoi t'i pëlqejë vetvetes, por sikurse është në Shkrim shenjtë, sharjet e atyre që të shanin ty ran mbi mua. Tashti, gjithçka që dikur u shkrua për mësimin ton, në mënyrë që me anë të shëndresës e të ngushëllimit që vjen nga Shkrimi i Shenjtë, të kemi shpresë. E hyji që jep shëndresën dhe ngushëllimin, bëft që ju të jeni plotësisht në përkim njëri me tjetrin, sikurse dëshiron Jezu Krishti, në mënyrë që një mendim e një goje, ta lëvdoni hyjin, atin e Zotit ton, Jezu Krishtit. Ungjilli si për hebrejnë, ashtu për paganat. Prandaj, pranoni njëri tjetrin në shoqëri sikurse Krishti ju pranoi ju për lavdinë e hyjit. Pohoj se Krishti u shërbeu të rrethprerëve për arsye të besnikërisë së hyjit, për t'i plotësuar premtimet e dhëna etërve që paganët të lavdërojnë hyjin për mëshirën e tij, sikurse thot Shkrimi i Shenjtë. Prandaj do të lavdërojnë ndër pagan dhe do t'i këndoj këngë emrit tënd. Edhe përsëri thuhet: Brohoritni popull pagan bashkë me popullin e tij. E prap, lëvdoni Zotin mbar popujt pagan, e lavdërofshin të gjitha kombet. Përsëri Isaia thot: Do të shfaqet pinjolli e Iseut, i ngritur për të sunduar paganat, në të paganat do të shpresojnë. Dhe hyji, në të cilin e kemi shpresën, ju mbusht me çdo gëzim e paqe në besimin tuaj, që në sajë të fuqisë së Shpirtit Shenjtë,
kur të mos ju mungoj shpresa. Shërbesa misionare e palit. E sa për ju, vëllezërit e mi, jam plotësisht i bindur se edhe ju vetë jeni plot mirësi, plot me çdo dije, të aftë për të këshilluar njëri tjetrin. Megjithatë, ju shkrova pjesërisht pak si më guximshëm, për t'ju përkujtuar gjërat pak a shumë të njohura. E bëra këtë në saje të hirit që më është dhënë prej hyjit, për të qenë mbarështues i Krishtit Jezus ndër pagan, prifti ungjillit të hyjit, që paganët të shenjtëruar prej shpirtit shenjt, të bëhen kusht i pëlqyeshëm hyjit. Kam prap se të mburem në Jezu Krishtin, për vepër që kryej për hyjin. Sepse, nuk do të guxoja të përmend asgjë tjetër, përveç sa Krishti bëri nëpër mua për kthimin e paganëve në dëgjes me anë të fjalës e të veprës, me fuqi të shenjave të mrekullive dhe me fuqi të shpirtit shenjt. Kështu, qysh prej Jeruzalemit e për qark në Iliri e kam përhapur ungjillin e Krishtit, e madje u përpoqa ta shpall, jo atje ku ishte i njohur emri i Krishtit, që të mos ndërtoja mbi themelet e tjerëve, por sikurse është në shkrim shenjt. Do ta shohin ata, ndër të cilët nuk që kumtuar, do ta kuptojnë ata, të cilët për të nuk kanë dëgjuar. Plani i palit për të vizituar Romën. Kjo gjë, edhe më së shumti më pengoi të vite ju. Tani veç, pasi nuk më kam mbetur fushat veprimi në këto anë, e tash sa vjet kam dëshiruar për së forti të vite ju, kur të nisëm për Spanjë. Shpresoj pra, se në udhtim për atje, do t'ju shoh dhe se ju do të më përcjellni me çka më lypet për atje, pasi një herë, sadopak, të kënaqem në praninë tuaj. Tash veç po shkoj për Jeruzalem, për t'ju sjell ndonjë shërbim shenjtërve, sepse Maqedonia dhe Akaja vendosen të dërgojnë një ndihmë shenjtërve të varfër të Jeruzalemit. Po, vetë deshën, por e kanë edhe për detyrë, sepse, mbasi paganët u bën pjesëtar të mirave shpirtërore të tyre, janë të detyruar të ndihmojmë me të mira materiale. Pasi ta kem kryer këtë punë, tua kemi dorëzuar zyrtarisht këtë dhuratë, do të nisem për Spanjë, e në kalim për te ju. E di se kur të vi te ju, do të vi plot me bekime të Krishtit. Ju përbej vëllezër me Jezu Krishtin, Zotin ton, e me dashurinë e shpirtit shenjt. Luftoni bashkë me mua me urat, që për mua ja drejtoni hyjit. Të më shpëtoj për i të pafejve të Judes dhe që ndihma ime që po e çoj në Jeruzalem të pëlqej shenjtërve, kështu që në dasht Perëndia të vite ju plot haret pushoj bashkë me ju. Hyji, burimi i paqes, qoftë me ju të gjithë. Amen. Kapitulli i 16. Përshëndetje personale. Po ju aporosis Fëben, motrën tonë, e që është diakonesa e kishës së Kenhreut. Pranoni në Zotin si u ka hi e shenjtërve dhe ndihmoni në gjithçka të ketë nevojë për ju, sepse edhe ajo ka qenë mbrojtëse për shumë kënd, si dhe për mua. Përshëndetni Priskën e Akuilën, bashkëpunëtorët e mi në Jezu Krishtin, të cilët për të ma shpëtuar jetën e kanë vënë kryet e vetë në gërshër. I falenderoj, jo vetëm unë, por edhe të gjitha kishat e paganëve. Përshëndetni e kishën që bashkohet në shtëpinë e tyre. Përshëndetni edhe Epenetin, të dashurin tim, frytin e parë të Aziz për Krishtin, të fala edhe Maris, që aq fort është munduar për ju. Të fala edhe Andronikut e Junjes, kushërinjve të mi dhe shokëve të burgut. Ata janë të përmendur ndër apostuj dhe kanë qenë para meje të Krishtit. Të fala Ampliatit, të dashurit tim në Zotin. Të fala edhe Urbanit, bashkëpunëtorit ton në Krishtin, po edhe Stakës, të dashurit tim. Të fala edhe Apelit, të provuarit në Krishtin. Të fala edhe Aristobulajve. Të fala edhe Herodionit, kushëririt tim. Të fala edhe Narcisajve, që janë në Zotin. Përshëndetni edhe Trifenën dhe Trifozën, të cilat veprojnë për Zotin. Të fala edhe Persidës së dashur, e cila ka vuajtur shumë për Zotin. Të fala edhe Rufit,
të zgjedhurit në Zotin edhe nënës së tij dhe Simes. Të fala edhe Asinkritit, Flegontit, Ermes, Patrobit, Ermanit dhe vëllezërve që janë me ta. Të fala dhe Filologut dhe Julis, Nereut e motrës së tij, e Olimpës dhe të gjithë shenjtërve që janë me ta. Përshëndetni njëri tjetrin me të puthur të shenjtë. Ju përshëndesin të gjitha kishat e Krishtit. Vërejtje. Jo lutem o vëllezër, të ruheni prej atyre që shkaktojnë përçarje dhe shkanduj në dëm të mësimit në të cilin jeni mësuar. Rini larg tyre, sepse të tillët nuk i shërbejnë Krishtit, por barkut të vet, dhe me fjalë të bukura të ëmbla, gënjejnë zemrat e njerëzve të thjeshtë. Zëri i dëgjesës suaj ka arritur gjithkund. Sa për ju pra, jam shumë i gëzuar, e dëshiroj të jeni të urtë për sa i përket së mirës e të jeni të pastër nga çdo e keqe. Hyi, autori i paqes, do ta dërmoj për së shpejti djallin në këmbët tuaja. Hiri i Jezusit, Zotit ton, qoftë me ju. Përshëndetje të fundit. U përshëndet Timoteu, bashkëpunëtori im, edhe Luci, Jasoni dhe Sosipatri, kushërinte mi. U përshëndes në Zotin edhe unë Terci, që e shkrova këtë letër. U bën të fala Gai, mikpritësi im dhe i mbar kishës. Të fala u bën Erasti, arktari i qytetit, edhe vëllai Kuarti. Doksologjia, lavdia, hyjit. Ati që mund t'ju forcoj si mbas ungjillit tim dhe predikimit të Jezu Krishtit, si mbas zbulesës së misterit, të mbajtur fshehur për kohë të amshuara, por tani të shfaqur dhe, me anë të shkrimeve të profetëve, me urdhër të hyjit të amshuar, të lajmëruar mbar popujve pagan për t'i sjellë në dëgjesën e fesë. Një të vetmit hyj, të gjithdijshmit, i qoftë në për Jezu Krishtin lavdi në shekuj të shekujve. Amen.